Në 12 vjet namin base nuk e kemi bërë, i dashur Agustin, po që namin e zi Shqipërisë ama ja kemi hequr. Dhe kjo nuk ha fare asnjë diskutim. Dje Shqipërinë e vizitonin vetëm turistët patriotik, ndërsa vjet e vizituan 12 milion turistë nga gjithë bota, që të vit do jenë edhe më shumë. Dje Shqipërinë nuk e vizitonin më udhëheqësit e vendeve të tjera. Ndërsa sot udhëheqësit e vendeve të tjera mblidhen në Shqipëri, bëjnë samite për të diskutuar tema ndërkombëtare. Dje Shqipërinë dhe shqiptarët të huaj të shikonin nga lart poshtë, me nënqeshje në rastin më të mirë. Sot jemi ulur si të barabartë me ta për të negociuar hyrjen në Bashkimin Evropian dhe kemi drejtuar disa forume që deri dje as mund të imagjinoj se do të